Neslihan Atagul dhe Kadir Dogulu janë një nga çiftet më të përfolur në televizionet turke. Pavarësisht se çifti e demonstron marrëdhënien e mirë në publik, në media dalin shpesh lajme se jo gjithçka është në rregull mes bashkëshortëve. Kanë dalë sërish lajme për skandale në familjen Doglu. Thonë se Neslihan i ka paketuar gjërat dhe është larguar nga shtëpia. Sipas gazetarëve, këtë herë shkak ka qenë një sherr mes bashkëshortëve. U përfol për lidhjen e Kadir Dogulu me aktoren Sera Aritruk, në të cilën luajte në serialin Receta për dashuri. Për më tepër, shtypi filloi thashë theme se Sera ishte shtatzan me fëmijën e Kadir. Vetë Kadir tha se e gjitha kjo është një gënjeshtër dhe thashë theme dhe kërcënoi se do të padiste gazetarët që përhapën këtë thashë theme.